Mirë se po takohemi të dashur të emisionit Familja Jonë. Faleminderit shumë që çdo të diel në ora 16. Të dielën në Familja Jonë nisim bashkë me psikologun Yll Avdiaj, me të cilin flasim për origjinën e frikës së braktisjes dhe ndikimin që ajo ka në marrëdhëniet tona. Braktisjes ose plaga e braktisjes është një çështje që mendoj që është prej më të rëndësishmeve. Që secili prej nesh ndoshta poshtë lart përballë me jetën e përditshme. Fillimisht çysh e braktisim na veten tonë. Në pjesën e dytë flasim për festivalin multikulturor, festojmë ngjashmëritë tona, i organizuar nga organizata Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve. Është një prezantim që i përfshin dhe i prezanton krejt elementet e qëllimit tonë që i kemi jo vetëm të festivalit, por edhe shumë. Te bloku i 3 diskutojmë për rëndësinë e metodës Montessori në edukimin e hershëm dhe si ndikon ajo në zhvillimin e fëmijëve. Po dhe shkenca e ka vërtetuar që nëse fëmijët janë të ekspozuar në një ambient siç është Nido Montessori School, atëherë këta e kanë mundësinë qatë egocentrizmin pak me shkri një fardore edhe me u adaptu pak ma let me grupin. Te rubrike ushqimit të shëndetshëm bashkë me nutricionistën dhe dietologën Albolena Shabani Ilazi, sjellim recetën e krem djathit dhe flasim për benefitet shëndetësore të lëngut të hirrës. Nuk ishtova kryp për shkak që na këto po dojmë me shfrytëzu edhe me bu për ëmbëlsira. Realisht po dojmë me rujt në frigorifer edhe nuk e di pse na duhet. Ku me dit, na duhet. Takohemi të dielën në 16 në Kanal 10. Familja Jonë mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.